unë e kam ma let me fol për të rinjët, dhe pak ma me vështirësi me fol për ma të vjetrit, nga se kemi respekt, duhet t'i respektojmë, duhet t'i nderojmë, ama këto fjalë janë për të mirën e tyre. 50 vite kanë kaluar, 60 vite kanë kaluar, dhe ende njeriu që i thot vetes musliman nuk i bie në sejdë Allahut. Pasha Allahun, kjo është fatkeqësi. Pasha Allahun, kjo është dhimbje. Për çfarë arsye? Për arsye të dunjas, për arsye të punës. Në sa raste dëgjojmë njerëz të cilët Allah e ka në kokën, në mendjen e tij dertin e fëmijëve, dertin e djemve, dertin e vajzave, nipave, mbesave, ndërsa pas vdekjes së tij të gjithë do të vazhdojnë jetën e tyre. Kush do të mërzitet për ty? Do të harrojnë njerëzit. Njerëzit do të harrojnë, do të na harrojnë të gjithëve. Pas vdekjes tonë, njerëzit do të vazhdojnë jetën e tyre. Sa prej njerëzve ju ka vdekur baba, ju ka vdekur nana, ju ka vdekur antarët e familjes, ata vazhdojnë, ata jetojnë, ata punojnë, ata qeshin, ata nuk mërziten. Ndërsa ti e le fejnë Allahut Azza wa Jall, e le namazin për dikand,